dita e dytë e këtij vlogut, edhe është mbushur ja poshtë. Edhe thojt më pëlqej shumë, sa po duket. E keni pa edhe chicken wings që I kam vënë. Okej njerëz, unë sa po erdha tash në shtëpi, ndërkohë që nuk kam mujtur dot me bo gjërimet e videos për YouTube, atje ku isha duke bërë thënë, përfundimi është kështu. Ju tregoj, kam bo herë në gjurë tjetër, edhe shkon sot me outfitin që kam veshur. Edhe mi ka pastru, mi ka bo gjamdurat, kështu që më pëlqen shumë. Kështu që është ky përfundimi I thënëve. Ndërkohë që isha duke ardhur në shtëpi, ka shku ora goxha vonë, ora 2 ishte. Edhe vendos të mesha gjatë rrugës edhe çunin e vogël nga kopshti. E mora tani, është duke pa televizor, edhe do merrem pak me atë. Dhe gjatë rrugës duke ardhur në shtëpi, fola me bashortën time dhe tha që dohem sot për iftar. Edhe thash, okej, të vendosem, me thënë drejt nuk kam pas më ide, sepse të gatush për ditë, edhe do njëherë të mungon idet për gatimet e për ushqimet, edhe kishe pa në TikTok që kishe bo një qunë hamburgera vet e të tjerë, përveç bukës, bukë nuk e bëjt ashi vet, sepse më merr shumë kohë, edhe ka shku ora vonë, ka shku ora 3, edhe kështu që derisa të nxej brumi e të tjerë, tash unë e di që mbleja hamburgeret bukën vet, atëherë gjërat e tjera I bëjmë së bashku. Kështu që ka shku deri në dyqan për t'i blejë gjërat që na mungojnë, edhe ka shku ki prokeri, afrimesh në shkollë, edhe tash që një vogël do të hajë diçka në një snack të vogël, kështu që di përgatis diçka shpejt, edhe dy u marr sot me vete, kthehemi kështu. Edhe thojt më pëlqej shumë, sa bukur duket. Shumë clean, edhe shumë bukur. Është hera parë që kam bërë këtë ngjyrë, me thënë të drejtën. Por, ja, shkon edhe me outfitin që kam veshur, nuk e di më duket tash këtu. Kam veshur një gjë se kush di wow. Po është ky pulloveri me leginca thjesht, edhe është pak vrenjt, është shi, edhe kështu që kam veshur diçka kështu pak mangrove, se sa dje, që kisha bërë te videon ku kam bërë flin, edhe tjerë. Edhe, jani më të shikoj se çfarë do bëjmë sot. Ndërkohë që e fika kamerën shpar, edhe nuk fola më gjatë, mos fillo të dëgjosh gjërat. Sofian, stop! Shuanci, kom I gjen afrëm hol, kom. Vendosë të tregosh se jam duke palu so rafti karameve. Raftin e Sofianit e mbarova, tish jam duke marrë me të raftin e afrimit, me vitrinën e afrimit. Po I nda disa rroba, por duhet të iki tani patjetër, sepse kam 10 minuta kohë të marrë qunin e madh afrimin. Këtu I palosa mbathjet, kanatjeret, këtu kam palosur pullovera, po du t'i ndaj tash sepse I kam edhe rrobat pijame këtu. Edhe kështu që du t'i ndaj, edhe I seleksionoj në vendet e veta. Edhe kështu që I morova edhe raftet sot njerëz, shqyr zotit, sepse nuk ishin kaq shumë rrëmuj, po okay, tash nëse shikoni këtu se do I heq ka rroba. Do marrë edhe këtë pjesën këtu lart. Jam për shumë pantalonët e Sofianit, nuk kanë fare lidhje aty t'jenë. Edhe këtu po me rrobat e afrimin ndërkohë që du t'i ndaj. Edhe sidomos bijamet, sepse bijamet për ditë I ndroj. Se keni iden, kam fëmijë që janë, jo që janë fëmijët e mi, po më vërtet janë shumë të pasur për thuajse për natë I laj, nuk është mirë e di, por kam shumë që këtë farë si të shkojnë flenë t'jenë gjithmonë të lara, edhe për kopësht pasës, sepse në kopësht bëhen katastrofë, bëhen shumë pis, me vërtet, kjo nuk e kuptoj pse, por si në Gjermani mo. Edhe po vendos tash shpejta rroba të lartë, edhe kur ti marroj këta, do themi se marruam pothuajse gjërat që më duhen sot. Do I vendosja këtu se do t'i iki patjetër të marr afrimin, edhe Sofiani filloi të hapa ta raftet. Edhe ti nxjerrë gjitha. Ndërkohë këtu tregoj raftin atit që kam palosur. Tash nga që ka shumë pullovera I vendosa kështu për zjati, pantallonat, rroba për shtëpi, bijamet e të tjerë. Kështu që erdhi ikim të marrim afrimin. Hajde Sofian. Hajde ikim mami. Hajde veshi kputucët. Okej, ikim marrim herë qunin. Ja, shikojni vetë se si është koha. Është koha me shi. Hajde. Shikoni sa shi. Se mos më gjosh mua! Nein, ulu ke karikat. Oke, ulu shpet ke karika jote. Nuk të ta lidhëm njerëz.
Sepse është 1 minutë nga shtëpia, edhe kështu që jo lidhe, jo zgjidhe, s'ka si çfarë mund të ndodhi. Shikoni thash jashtë edhe është gjithkohë shumë e shpifur. Unë jam një fëmijë veror, themi kështu. Edhe jam lindur në verë, edhe vdes për verë. Pra ku është dimër du t'jem vetëm në shtëpi, televizor, Netflix, chill. Të ri relax, bëj skincare, të merrem me veten time. Por ku është koha e mirë, du qam mëngjes shumë herët, t'i përgatis fëmijët, i që në përkopësh edhe shkollë, edhe ta shijoj ditën time. Edhe javën tjetër është Bajram, është dita fund edhe Ramazanit, kështu që mirësi po pres me thënë të drejtën. Jo, unë tash për momentin jo, po javën tjetër që të qam në mëngjes edhe të pi kafe me bashkëshorten time. Edhe kështu ke kujdes. Tash jam ditën flet hajmë në gjë, dalim diku, se mund të dalish, po nuk mos hash, mos prish, nuk është gjë normale. Edhe kështu që prikit marrë një shpejt afrime, të do i shik një shtëpi, do marrë edhe raft dollapin e tina, fjalë vitrinën. Ja. Ulu. Po, të bëj unë. Edhe kështu që edhe telefoni do më fiket, kështu që do vej karikim, do marroj punën me dollapin e atit, edhe do ju marrë gjatë kohës për sot në darkët, kur bëj iftarin. Iftarin do bëjmë sot hamburgera, vetë, edhe do ju marrë gjatë procedurës me vete. Okej. Të ja, përgatitjet për hamburgera, bërfida, chicken wings, chicken nuggets, kemi marrë gjitha dhe jemi ty për përgatitur. Kështu që, kur di koha, edhe janë këta chicken burger që kemi vendosur të bëjmë sot. Të bukën, gjeshka mozzarella, sosat, edhe atëherë di bëjmë. Ne sa përfunduam duke ngrënë, me thënë të drejtën, nuk u marrë me veti gjatë kohës që i kemi bë, sepse ka qenë një kohë shumë e shkurtër ku i kemi bë, kështu që hamburgerat i kam bërë kështu pjesë, edhe nuk i kemi mbyllur se nuk kishim qejf të kishim shumë bukë që të hashim hamburger, kështu që kemi vendosur të ju bëjmë kështu, edhe kam dhënë pak sipër qep të skuqme me pak sheqer, kam dhënë pak qep sipër. Se jepet e shien pak më të mirë. Edhe i keni pa edhe chicken wings që i kam vënë. Edhe janë duke pjekur, ndërkohë tash do pasoj kuzhinë, do ju marr me vete. Kështu që do let kamera ndiku edhe të pastroj gjithë këto gjë që këtu. Edhe vendos nga një tjetër, që të duket më mirë. Okej. Shite pastroj së bashkë. Hello njerëz, kanë kaluar 2 orë mas iftarit, besoj tani, edhe kam bërë një dush, u lava, mbarova punët e mia. Fytyrën nuk i kam la as flokët, sepse flokët kismet nesër 2 lime bëj, kështu që prandaj i lash kështu. Edhe fytyrën skincare të bëj pak më vonë sepse më pëlqen akoma të rrim me make-up, nuk e di pse, nuk e di. Ka ndonjë femër që janë kështu si unë për shkakun. Lahem, bëjmë gjithçka, dhe nga dushi thahem, bishëm, pijamet, e pastër, po fytyrën dhe flokët i lej kështu, sepse flokët i bëj nesër dhe fytyrën ta bëj më vonë para se të ikit flen gjumë. Edhe se sot është edhe e premte, është fundjavë, kështu që mund të rrim edhe pak më shumë zgjuar se zakonisht.
Edhe këta bijame, nëse doni pyesni se nga i kam nga New Yorku. Jam i përnë shkurtra, kanë edhe jelekun. Edhe kështu që janë shumë të bukura, ju sugjeroj me vërtet nga New York, kanë gjithmonë bijama të bukura. Po e vazhdojmë videon që të kem pak të shikoni ju se çfarë janë duke bërë. Dhe pastroj herë banjon, më thënë në le pak ujtin këtu. 2 sekonda. Mjafton edhe dhe filloj ta gryj me këtë pjesë, sepse e kam shumë i mëtë që ku ka vezë, këtë banjo. Edhe pjesa e poshtme, që ta kem edhe pastër për nesër, kështu që nuk kam edhe shumë punë, se fundjavë ku janë kanë mbajtur katastrofë. Edhe kështu që kam i punë më pak. Edhe direkt në pastër, i mbjell rrobat. Rrobat edhe tili puzdirë pëlla. Dhe fshi pjesën këtu që se kam bërë shumë qurë. Edhe këtu. Kështu që i nxorra gjitha, rrugova. Dita e dytë e këtij vlogut, kemi vendosur sot si ditë diele të vim këtu në Holland. Për të dalë se në Gjermani janë gjithë dyqanë mbyllur dhe saktur është gjë hapur. Kemi hyrë banu, më thënë dhe pak e parkingu, por tash po dajmë këtu në qytet në Holland. Po shikon lodët. Ka vendosur të marrë këtë kuklën, dhe sa fërmi mori këtë green, a i mori në gjyë jeshile. E pa në keni qunë, thash oke, pse mos i marrë, kështu që i kanë të dyja. Edhe po dajmë pak në qytet. Do ndish lartë? Hajt. Fjani lodhet pak shpejt, ha? Sofjana do në kra vetëm. Vetëm kra. Tani kemi janë këtë dyqani, që janë gjithmonë 2 vlezër quhen, edhe kemi marrë një karot, e pipim lartë. Janë gjithë llojet e tyrve. Kemi marrë tani për momenti këta, edhe ata. Pas ka vetëm maçës. Mos më pëlqen maçë, prandaj nuk do e marr, po duket shumë e shijshme. Ta marr gjithsesi. Ta provojmë me kuratën time. Gjithë llojet e karamelave. Mary. Po. Shumë thjeshtë. Merr edhe ta blu. Janë të lira. Shumë në Gjermani kushton 5 euro, 6 euro një. Hier steht in davon. Die kann man mit Soße essen. Schmeckt. Po janë shumë djegës ata. Okay, reicht. Nimm jetzt. Kush i mban ben këta lipirset? Që janë kështu si bebe uasa, i hash pusha e vogël, shumë fare. Pas ka dhe mochi, gjitha shijet. Kjo duket shumë të mirë. Gjithë llojet. Kjo më duket pak si kur ti të mirë. Ta marrë këtë me vete. Meri ata, meri që donë. Po, unë mora këta mochi. Ti provojmë. Jemi duke pritur se janë duke shkuar çuni afrimi në banjo. Edhe këtu ka shumë njerëz. Dhe tani për momentin duket shumë. Të shikojnë se çfarë do bëjmë. Ka shumë rradha pike banjo, do presim edhe pak këtu, po s'ke që të bësh. Paktën ishim 2 orë, 1 orë, po, derisa gjetëm parking. Jo se gjetëm, do prisim derisa ditë dikush, sepse ditë diele, gjithë gjermanët vinë këtu në Holland, edhe kështu që jemi këtu. Këta patatina Lay's, që janë kështu bolonezë, ti provojmë, edhe bashorti mori Cheetos, janë shumë të mira. Edhe kjo është sos, jupi quhet. Edhe në Gjermani nuk ka kështu, pa na e mora me vete. Edhe supë makarona për qunin, si hanë ndonjëherë. Marrë dhe këta XXL patatina që janë 15 sorpa, janë mrena, janë mikse.
Edhe i herë këta lila. Që ti kemi gjitha. Janë këta pijet që i blin. Qa është kjo? Esmia. Qa është kjo? Blue Energy. Wow. E sa bën kjo? Kjo. Aso, kujtova se kushton 14 euro. Ka dhe këshu Mojito Energy. Po, te da marrë me vete. Edhe këtu ka tjerë të Classic Energy. Kjo është blue. Të marrë një herë këte edhe këte. Edhe Pink paska. Janë dhe Fanta këshu me paleta. Kemi marrë Fanta eksotike. Kemi vënë aty. Edhe është mbushur ja poshtë. Të gjuroj më vërtet nëse jeni këtu në Venlo, ke këta dy vlezër, ta merrni tjetër është shumë e mirë. Edhe kushton 2 euro të 9 cent. Është edhe halal, është me mushpule. E kemi plot edhe ka shumë rrallë. Jemi duke pritur ashencorin. Ori hashtë. Edhe erdhi ashencori. Tashi sa e mojmë një pomes, patate, për jap qunit edhe tjetrit. Njësa të kryja qesi janë robët e mje që mi ka bli bashkëportime. Kjo i të regoj kur t'jenë në shtëpi, se janë shumë të bukra. Edhe, tashi po ikim ke makina. Atëherë ne sa po dolim nga Hollanda, tashi kemi vendosur me thënë të drejtë të ikshim pak ke punata ime. Dhe me thënë të drejtën, rastësisht doli që do shkoshim të hajmë së bashku, pra iftar. Dhe do e mbyll të videon këtu. Edhe shpresoj që të ka pëlqyer ky video, mos harroni të bëni një like, një subscribe, një comment dhe shihemi në video radhës. Paçi!